Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me kapitullin e namazit në libri Umdatul Ahkam dhe tema radhës në këtë kapitull është as-sufuf, safet. Dhe qëllimi me safet, siç e dim, janë ato rreshtat apo ai rresht kur numri është i pakët, që bëhet nga ata musliman që falin namazin bashkë me xhamat, pra që falen bashkërisht me xhamat. Dhe kanë thënë dietarët se falja e namazit me xhamat, me safe, pra në mënyrën që falemi dhe është e njohur për ne, është nga të veçantat e këtij ummeti. Pra kjo formë e bukur përpara fillimit të namazit është nga të veçantat e këtij ummeti, pra nuk ka qenë tek ummetet e tjera. Falja në këtë mënyrë me xhamat, me drejtimin e safeve apo rreshtave. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nxiste sahabët e tij që t'i drejtonin rreshtat përpara fillimit të namazit. Dhe u thonte atyre: a nuk po i drejtoni edhe ju rreshtat, safet, siç i drejtojnë me lajket tek Zoti i tyre? Pra edhe me lajket përpara Allahut qëndrojnë në rreshta. Dhe kjo është një formë e bukur. Pra, ti po fillon një namaz, një adhurim, namazin, ku del përpara Zotit tënd. Dhe kur je një grup i madh dhe nuk je në një formë rrëmuj, pra dikush djathtas, dikush majtas, ca më shumë të ndej, ca më shumë andej, a më pak andej, e tjerë, por në rreshta, kjo është ndihmon edhe në përkushtimin e namaz, siç do të vi në trajtimin e haditheve. I than: o i dërguari i Allahut, si rreshtohen me lajket të Zoti i tyre? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: plotësojnë rreshtat njëri pas tjetrit. Pra jo vetëm që rrinë drejt në rreshta, por nuk janë rreshta me boshllëqe, me zbrazëtira, me pjesë të zbrasta. Pra këtu ka 2 vene bosh, apo atje ka 3 vene bosh, jo. Por rreshta të drejtë dhe të plotësuar, pa zbrazëti. Rreshta të drejtë dhe të plotësuar. Dhe sjell autori, Allahu mëshiroft, hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tregon dhe thotë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sawu sufufakum fa inna taswiyati as-sufuf min tamami as-salat." Sawu, drejtojini safet tuaja, sepse drejtimi safit është prej plotësimit të namazit. Drejtojini rreshtat tuaja. Sawu, kjo fjala, urdhër nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe drejtimi këtu, e thon dietarët, nuk ka për qëllim vetëm atë qëndrimin drejt, por ka për qëllim edhe afrimin, edhe bashkimin, ka për qëllim edhe qëndrimin atë mënyrë që njëri trup apo njëra këmbë të mos jetë përpara këmbës tjetër, apo një trup përpara xhamatit, pjesës tjetër të xhamatit. Pra fjala drejtohuni këtu ka një kuptim më të përgjithshëm. Pra përfshin drejtimin, përfshin afrimin, përfshin bashkimin e këmbëve, e supeve, si çdo të vi, dhe që njëri trup apo njëra këmbë të mos jetë përpara pjesës tjetër të xhamatit. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: sepse drejtimi safeve është
prej plotësimit të namazit, kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Është prej plotësimit të namazit. Pra tregoj gjykimin, urdhëroi fillimisht, pastaj tregoj edhe shkakun pse urdhëroi. Dhe kjo lloj metodologjie në tregimin e fesë e bën besimtarin që t'i përmbahet më shumë atij urdhri. Pra kur njeh urdhrin, njeh dhe shpërblimin për të, i përmbahet më shumë. Apo kur njeh ndalesën, njeh dhe ndështimin për të, i largohet më shumë. Dhe gjithashtu tregon që rregullat në këtë fe, urdhëresat, ndalesat e tjerë, nuk janë gjykime pa urtësi, pa dobi, shukot. Siç janë disa zakone, shumë prej zakoneve të njerëzve, që nuk shoqëron apo nuk njihet për to ndonjë urtësi. Për shembull, përkujtimorja për të vdekurin, vdiq i vdekuri, shtatat, i merr ambata 3 ditë, po shtatat, pastaj 40, pastaj 6 muaj, pastaj vit. Ata thonë për të përkujtuar atë. Por është tjetër gjë përkujtimi, tjetër gjë është mblidhesh dhe të hash. Është tjetër gjë. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inma ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar. Kërkimi leje është për shkak të shikimit. Cili është kuptimi këtu me kërkimi leje? Përpara se të hysh në shtëpinë e tjetrit. Nuk mund të hysh në një shtëpi të huaj apo në një shtëpi në të cilën ti nuk je antar i familjes, ndryshe kur shtëpia jote, s'ka nevojë për leje, se shtëpia jote, pa kërkuar leje. Ti mund ta gjesh derën hap, apo mjafton ta shtysh pak dhe hyn. Jo, nuk lejohet. Pa kërkuar leje. Pse? E shpjegoi profeti alayhis salam min ajli al-basar, për shkak të shikimit. Cili është kuptimi këtu për shkak të shikimit? Që të mos shohësh diçka që nuk duhet ta shohësh. Sepse dihet që në shtëpi antarët e një familje, sidomos gratë, rrinë me veshje më të lehta se sa kur dalin. Apo në shtëpi ka disa momente intime që jo çdo kush e ka të drejtën dhe lirinë ti dëgjoj ato biseda apo ti shoh ato situata. Shtëpia ka atë intimitetin e saj. Prandaj jo më këtu vun rrethimet, muret, jo më këtu zhvendosur dera, në mënyrë që të mos shohësh. Pra, urdhëroi për kërkimi leje dhe përmendi shkakun pse duhet leja, që të mos shohësh diçka që nuk të lejohet ty. Apo hadithi profetit alayhis salatu wassalam, që thotë për rastin e mizës kur bie në enën e ushqimit dhe kur ushqimi është i lëndshëm, jo ushqimi i thatë. Çfarë tha profeti alayhis salatu wassalam? Zhyte dhe nxirre. Zhyte, ajo rri aty në sipërfaqe, pra e pa mundur të dalë për shkak të lëngut. Nuk tha profeti alayhis salam nxirre, por tha zhyte një herë pra të tërën, zhyte një herë, pastaj nxirre. Se mund duket çuditje gjë, cila është miza, një insekt që shton pa pastërti. Pse duhet ta që strarën e gjitha në ushqim, pse duhet ta zhys gjithën? Tha profeti alayhis salatu wassalam, kur e tha mbi 14 shekuj më parë. Fakt që shkenca vonë e ka zbuluar, sepse në njërin anë, në njërin krah të saj është sëmundja dhe në tjetrin ilaçi. Ilaçi që vret të njëjtin sëmundje dhe mikrob që ka miza. Subhanallah. Dhe ky është një fakt shkencor që është zbulu. Pra, profeti alayhis salam këshilloi që ta zhysësh dhe përmendi edhe shkakun. Pra gjë që na bën ne të kuptojmë që rregullat në këtë fe nuk janë kot. Urdhëru kjo gjë kot, apo ndaluam nga kjo gjë kot. Jo. Ka urtësi, ka dobi aty. Yes'alunaka 'anil mahid. Të pyesin ty për periodat e grave. Qul huwa adha. Thuaj. Ai është apo ato periodat janë pa pastërti.
janë pa pastërti. Fa'tazilun nisa fil mahid. Prandaj largojuni grave, pra mos kryeni kontakt me to gjatë periodave. Pra përmendja Allahu subhanahu wa taala ndalimin, largojnë grave dhe përmendje edhe shtatun sepse në atë gjendje gratë janë pa pastra. Dhe nuk lejohet kontakti intim me ta. Dhe kjo është nga bukuria e fesë. Është nga bukuria e fesë. Edhe në këtë hadith profeti alayhi salatu wasallam urdhëroi që drejtohen safet dhe përmendi edhe shtatun pse duhet nga plotësimi, sepse plotëson namazin. Gjë që do të thotë se mos drejtimi i safeve qëllimisht sjell mandrësi në namaz. Pra, jo se namazi është i pasakt, por nuk është shpërblimi i plot. Pra, përgjegjësia në një namaz me xhamat nuk është vetëm për imamin, por qendra edhe për xhamatin. Në rastin konkret për xhamatin, cila është drejtimi i safeve. Dhe profeti alayhi salatu wasallam i kushton të rëndësi të madhe drejtimit të safeve. Nuk e fillonte namazin pa i drejtuar më parë safet. Për safin e parë që e shihte vet, i shtonte safin nga fillimi në fund. E drejtonte. Nuk linte as kraharorët njëri përpara tjetrit. Drejtoheshin safet drejt. Dhe për safet më tej pyese, a janë drejtuar? A është i drejtë ky saf? Po ato safet e tjera janë të drejtë? Pastaj e fillonte namazin. Prandaj vëllezër, kur ngjojmë fjalën e imamit që thotë drejtoni, bashkohuni, nuk është fjalë boshe, që duhet ta thotë imami dhe s'ka lidhje me xhamatin. Ja. Imami e thot, tani xhamati vetë sensibilizohet, ndërgjegjësohet, po duhet i drejtojmë. E lind pyetja, drejtimi i safeve është vajib? Është vajib apo jo? Shumë dietar thonë që drejtimi i safit është vajib. Dhe një pjesë e tyre thotë që nëse safi është lënë qëllimisht i padrejt, i çrregullt, prishet namazi. Pra, shifje sa rëndësishme është një çështje. Ndërsa shumica e dietarëve thonë që nuk është vajib drejtimi i safeve. Prandaj do të shohim, mund të shohim në xhamiat tona apo në ndonjë vend tjetër që nuk i kushtojnë rëndësi drejtimit të safit dhe as afrimit dhe bashkimit me njëri tjetrin. Por me distanca, në mënyrë jo të bukur safi, sepse kur je larg njëri tjetrit edhe drejtimi bëhet më i vështirë. Por e sakta është që drejtimi i safit është vajib. Sepse hadithet vijnë në formë, apo një pjesë e tyre vjen në formë urdhërore. Drejtojini, urdhër nga profeti alayhi salatu wassalam. Por jo se nëse është safi i çrregullt prish namazin. Mandësohet shpërblimi në të. Për xhamatin apo atë pjesë të xhamatit që qëllimisht nuk pranon të qëndroj drejt, apo qëllimisht e prish atë rregull dhe drejtim të safit. Dhe ky është edhe mendimi i drejtë në lidhje me këtë çështje. Ky është hadithi i parë. Hadithi i temës së safeve. Në netët e ardhshme inshallah do të njihemi me hadithet e tjera. Elusim Allah me hadithet e tjera dhe me çështje, sepse do të përmendim çështje më tepër apo hadithe më tepër se çfarë përmend autori. Pse kjo gjë? Sepse kemi nevojë ta dimë këtë çështje të namazit, që është drejtimi i rreshtave. Kjo për faktin se shohim neglizhime të drejtimi i rreshtave, drejtimi i safeve. Dhe drejtimi i safeve, vëllezër, nuk është vetëm në fillim të namazit dhe kaq. Sepse ndodh që kur në gjatë faljes që ngrihesh nga sejdët e tjerë, njëra këmbë apo këmbët e dikujt janë më para se pjesës tjetër.
apo më mbrapa se pjesa tjetër, çfarë duhet bëj? Ti drejtojmë prapë. Pra, urdhri për drejtimin e safeve është nga fillimi deri në fund të namazit. Nga fillimi deri në fund të namazit, por do njihemi inshallah me këtë çështje. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na japi dituri fiqh në fenë e tij. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.